Gjithë trajtimi që unë jap normalisht është çdo gjë, shumica e trajtimit është nëpërmjet ushqimit. Ushqimi është një ilaç ose mund të jetë një helm për neve. Dhe më e rëndësishme nga kjo, sepse ka shumë njerëz që rekomandojnë ha këtë, pi këtë, se të bën mirë për këtë, për atë, por harrojnë diçka shumë thelbësore. Çdo organizëm është një botë më vete dhe ajo që më bën mirë mua nuk të bën mirë ty. Përveç asaj, le të themi që në mjekësinë kineze ndahen tipologjit, ka trup të nxehtë, ka trup të ftohtë, ka trup të mesëm dhe pastaj ka nën kategori pafund të gjithë trupave. Si di gjëra se kam dëgjuar ndonjëherë sot në momentin që dikush të thotë pi ta zëm çajin e boronicës se të bën mirë për këtë gjë, nëse ne jemi në patologji zjarri, nuk do na bëjë mirë, do na përkeqësoj. Sepse të rritet aciditetin dhe të rrit zjarri në trup, nëse jemi në patologji zjarri. Pas kam shumë për të mësuar. Nëse jemi në një patologji të ftohtë, do kemi nevojë për gjëra që stimulojnë, që ngrohin. Pra është shumë e rëndësishme, jo vetëm të hash mirë, por sa do hash dhe si do ta hash. Ua, sa pas kam për të mësuar. Ky është kombinimi i dur, mendoj unë, që të arrijë një rezultat evident brenda muajit. E po diçka në pavedijen time kam kuptuar që duhet të bëj dhe diçka ndodh që unë klinikisht dal shëndetshëm, simptomat i kam le të themi edhe në përjetimin tim janë të frikshme. Kështu që kam kaluar vetë të kuptoj shumë mirë. Ne nisim këtë rrugtim që mund të duket i gjatë, por që unë mezi pres ta eksploroj edhe shpresoj shumë në atë transformimin tim dhe të më kthehet gjithë përjetimi im në ditë, se ndonjëherë më bëhet jeta ferr nga anktet dhe ataket e panikut, pra nuk shijoj dot momente, nuk punoj dot. Doja të pyesja edhe një gjë tjetër, si e me tretjen? Mesatarisht mirë. Mesatarisht, që do me thënë, kur mbarojmë së ngrëni, kemi fryrje? Nuk e lidha me këtë, e lidha me daljen jashtë, po unë edhe gjën më të shëndetshme në botë, edhe një gjysmë sallate jeshile, unë fryem me njëherë. Sepse një pjesë shumë e rëndësishme e shëndetit sistemit nervor dhe absolutisht çdo sistemi që kemi në trupin tonë është procesi i tretjes, është gjithë sistemi i tretjes. Faleminderit që ma bëre këtë pyetje, sepse gjithmonë e shtroj edhe në rreth shoqëror, edhe në njerëz që dua të ndaj të shqetësim dhe mos e ka mundësi që unë haj gjysmë porcione dhe fryem me njëherë, po fryem. Sepse edhe e para njerë kemi ezaurin të florës dhe faunës intestinale. Që unë mundohem ta ushqej, përdor kefir çdo ditë dhe konsumoj çdo ditë. Nuk ka rëndësi se çfarë merr, ti mund të jesh duke marr ushqimin më të mirë në planet. Bio ta bësh edhe vetë dhe prapë nuk do shkosh rezultate, sepse duhet pastruar organizmi. Sa herë ne lajmë dhe pastrojmë edhe ristartojmë sistemin nga brenda? Unë do thoja se kam bërë ndonjëherë dhe nuk di ta bëj. Atëherë në momentin që ti merr një vitamin, një mineral, një suplement, ushqimin më të mirë që kemi, ti e han atë. Çfarë ndodh? Ti siç e han nxjerr. Pra trupi nuk merr asnjëherë. Nuk absorbon asnjë. Mund të absorbojë një 10-20% që është një gjë shumë minimale, e cila nuk do bëjë ndonjë ndryshim. Sepse hapi i parë është një pastrim hepatik. Pra unë në masterin e dytë që kam bërë për onkologji, patologjitë e rënda, epigenetik dhe biodekodifikim gjenetik që bëhet, një pjesë shumë e rëndësishme është zorrat. Zorra realisht me gjithë stomakun janë pjesë e sistemit të trurit, pra direkt janë të lidhur me sistemin nervor. Kështu që pjesë e problemit të sistemit nervor edhe problemeve me ataket e panikut, me ankthin, me tensionin nervor, është sistemi i tretjes, stomak, zorra holl, fshikës dhe diçka tjetër që normalisht nuk e thon asgjë kundi, por është sistemi muskular. Sistemi muskular është pjesë e pandashme e sistemit hormonal. Dhe në momentin që ne nuk jemi duke prodhuar hormone, si serotonina, një nga gjërat më të thjeshta që mund të bëjmë është të fillojmë të mobilizojmë trupin. Dëgjoj shumë njerëz që thonë dola dhe bëra 10.000 hapa. Jo, nuk shërben. Nuk shërben? Jo, nuk shërben. Pse? 10%. Po pse? Sepse ti nuk mobilizon realisht atë që është e nevojshme. Pjesa abdominale. Do të thënë çdo gjë që ne na stëmur ose na shëron në trupin ton, qëndron në zonën abdominale, është sistemi organik. Po, ja pa fjalë. Në momentin që ti liron sistemin organik, e pastron, dhe trupi ka tendencën që të fillojë dhe të restaurojë veten. Më duket sikur gjithçka që kam ditur deri tani pas kam mësuar mbrapsht. Para se të nisim trajtimin edhe të hyjmë në këtë rrugtim, a ka shanse që unë të funksionoj pa ilaçe? Totalisht. Stelasha së mbarojë totalisht. Totalisht. Patjetër që do marrë kohën e vet. Dhe çdo metabolizëm ka ato